shitet vetëm në Gjermani apo edhe online? Online shitet veç në USA jo, në Amerikë jo, por online në çdo vend gati, edhe në Berlin, München, Stuttgart, Hamburg tash do vjen, Düsseldorf, por më shumë online. Ndërkohë që të shikoj ty, logo që ke këtu tek bluza, më ka hipnotizuar. Tash mos do thua shumë i bukur je, se kjo normal. Jo, ti je shumë djalë simpatik, këtë nuk e vë fare në gjithashtu. Faleminderit. Por logo shumë e goditur. Si të lindi ideja për të bërë koleksionin? Ideja e mbaj veten shumë me tesha, me këpuca, e ndi vetin shumë mirë kur blej tesha. E du shumë modën. Sidomos njëri që e ma vetën, pak klasik, pak serios, edhe thash, pse mos ta bëj edhe une brandin tim? Flamur, e thash, e bëj Flami. Mirë, shiko tani, kanë bërë shumë brende, por të lançosh brandin në KDV, dhe të lançosh brandin në Brojniga, ku janë shtëpiat e modës më të mëdha në Gjermani, kjo është përsëri një goditje suksesi. Si arrita ta bësh? Jam një tip që futem. Futem muhabetit. Nuk do të them që me lut dikën, nuk e luti, po jam shkurt e shi, po jo. Ke interes të bashkëpunojmë, po jo, oke, kry, as i dhënohem, as mos më dhënohem, as i dhënohem. Po mendoj që goja ti hap shumë dyrë. Duhet dish të folësh, duhet të jesh intelektuel. Të kesh respekt, kesh karakter, të jesh vetvetja, mos aktro. Pavarësisht se je aktor, po unë mendoj që ti ke shumë për të ofruar. Edhe kjo është dhe një nga arsyet pse edhe njerëzit hapin dyert edhe kanë dëshirë të bashkëpunojnë me ty. Sa kohë ka që ekziston Flami? Flami që 2 vjet. Tash më 2 vjet. Shitet vetëm në Gjermani apo edhe online? Online shitet veç në USA jo, në Amerikë jo, por online në çdo vend gati, edhe në Berlin, München, Stuttgart, Hamburg tash do vjen, Düsseldorf, por më shumë online. Edhe shumica e njerëzve porositin në TikTok.